Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Kur po jepte udhëzime Mojsiut, Perëndia e dinte se populli i tij herët avon do të luftonte kundër një ushtrie më të fortë se ata vet. Ndaj ja se çfarë i tha Perëndia Mojsiut. Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe të shikosh kuaj, qere dhe njerëz dhe një numër më të madh se ato që ke, mos ki frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit, është me ty. Kështu në çastin që do të jeni duke filluar betejën, prifti do të dalë përpara dhe do t'i flas popullit, dhe do t'i thotë: Dëgjoj Izrael, sot jeni përgatitur për të ndeshur me armiqt tuaj. Zemra juaj të mos ligështohet. Mos keni frikë, mos e humni dhe mos u tremni prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që ecën me ju, për të luftuar për ju kundër armiqve tuaj dhe për t'ju shpëtuar. Perëndia i tregoi Mojsiut 4 fakte inkurajuese kur ata u përballen me një ushtri më të madhe se ushtria e tyre. Fakte që do t'ju ndihmojnë edhe juve. Kur problemi është më i madh se vetë ju, mund të përjetoni frikë, madje edhe panik. Kjo është e pritshme, por mos lejoni që frika t'ju mbajë të paralizuar në vend. Kur problemi është më i madh se vetë ju, pranoni që nuk keni mjaftueshëm burime për të fituar. Përballuni me faktin se ushtria që po vjen për të luftuar kundër jush ka më shumë kuaj, ka më shumë qere dhe më shumë ushtar se ju. Kur problemi juaj është më i madh se ju vet, mos harroni. Zoti premton të shkojë së bashku me ju në betejë. Dhe së fundmi, kur problemi është më i madh se sa vet ju, kujtoni sa ju ka mbrojtur edhe më përpara dhe premton se do t'ju jap fitoren edhe këtë herë. Tek Romakëve kapitulli 8 dhe vargu 31 thuhet: Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.